إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozit, fëmijë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër, të përulur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Qul ya'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe umetit të vet dhe i thot: punoni, veproni, sepse Allahu, pejgamberi dhe besimtarët do t'i shohin punët e juaja. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada. Pastaj do të ktheheni tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ai që e di të dukshmen dhe të msheftën. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dhe do t'ju tregoj dhe do ta merrni shpërblimin e atyre veprave që keni vepru. Të nderuar vëllezër, ajeti ka ardhur në formë shumëse, pra juve, besimtar, njerëzimi në përgjithësi, pra në mënyrë urdhërore që të veproj. Është interesant se ka shumë prej njerëzve që punojnë shumë. Aq shumë punojnë që i thu ndal mos puno kaq shumë. Mirë, po Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë ajet desh me na tregu neve se të keni kujdes se çka veproni dhe të jeni të kujdesshëm për këm po e veproni një vepër të caktuar. Sepse çdo vepër që e veproni, këtë vepër e shikon Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo vepër i ekspozohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këtë vepër e shohin besimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha: "El jannatu aqrabu ila ahadikum min", thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xheneti është më afër se sa lidhsa e këpucës, wan naru mithla dhalik, dhe zjarri po ashtu. Nëse ulemi me vesh një këpucë, a ka diçka më afër se sa lidhsa këpucës? Jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha, xheneti është më afër se sa lidhsa këpucës kur ulet dikush ta lidh, dhe zjarri kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don me na thonë se njeriu nuk e din me cilën vepër mund të futet në xhennet, dhe e kundërta, nuk e din me cilën vepër mund të futet në xhehenem. Allahu na ruaj. Mu për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala, të nderuar vëllezër, tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thot, unë nuk i krijova xhinët, pra dhe njerëzit, vetëm se të më adhurojnë mua. Kjo ka ardhur në formë të përkufizume dhe në formë përjashtuse. Pra nuk tha unë i krijova xhin dhe njerëzit që të më adhurojnë dhe për gjëra tjera. Jo, tha nuk i krijova
vetëm që të më adhurojnë. Dhe po ajetin tjetër tha, veproni. Allahu subhanahu wa taala dëshme na tha neve se veprat në përgjithësi, edhe pse në formë të jashtme, ka mundësi nuk duken si adhurim, nëse jemi të sinqert dhe nëse në jetin e kemi të pastër për Allahun subhanahu wa taala, këto vepra kthehen në adhurime. Sepse njerëzit nuk i krijoi vetëm që të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra, kur tha Allahu subhanahu wa taala veproni, nuk e pat qëllim vetëm të veprojnë, sepse njeriu edhe pa kërku nga ai që të veprojnë ai punon. Punon djathtas dhe majtas, punon gjëra të mira dhe gjëra të shëmtuara, edhe kështu me radhë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet dëshme na tregu neve, keni kujdes kur veproni, sepse Allahu i sheh veprat e juaja. I ekspozohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam veprat e juaja dhe i shohin besimtarët. Pra, Allahu subhanahu wa taala dëshme na një lloj mesazhi se të jeni të kujdesshëm para se filloni me bë një vepër. Kjo vepër a kënaq Allahun subhanahu wa taala apo Allahu na ruaj të zbret hidhrimin e tij. Pra, kur thot Allahu veproni, sepse Allahu i sheh veprat, të jeni të kujdesshëm pra se çka veproni. Dhe e dyta, përveç se të jeni të kujdesshëm, po ashtu të jeni të kujdesshëm për kën jeni duke e bë një vepër. A jeni duke e bë për Allahun subhanahu wa taala apo jeni duke e bë për tjera këmbë? Sepse nuk ka hise ai njeri që një vepër e bën për tjera këmbë, pra nuk mos të kërkojnë shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala është xhelos. Dhe nuk e pranon një vepër që në zemrën e personit të jetë Allahu dhe të jetë tjera kush. Pra thot, ana aghna shurakai an shirk. Men amila amalan ashraka mai taraktuhu wa shirkahu. Unë jam më i pa nevojshmi që të më bëhet ortak në vepra. Kush thot e ban një vepër, përveç meje në atë vepër, pra don edhe kënaqësinë e dikujt tjetër, thot e laj atë dhe atë veprën që e ka bërë. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala e bëri zemrën që në të jetë qëllimi dhe të bëhet niyeti. Në këtë zemër, Allahu subhanahu wa taala kur e shikon, nuk don që një vepër që bëhet për Allahun subhanahu wa taala të ketë hise edhe dikush tjetër. Nuk den Allahu subhanahu wa taala rivalitet në adhurim. Pra, mi barazu Allahun subhanahu wa taala me dikën tjetër. Me bën një vepër, 50% për Allahun, 30% për dikën tjetër, 20% me fol mirë, kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala është xhelos dhe thot e laj punën dhe atë që e ka bë atë vepër. Tregohet një tregim Ebu Musa el-Ash'ari kur në prag të vdekjes i mbledhi fëmijët e vet. Dhe i tha, ja buneje udhkuru sahib ar-raghif, o fëmijët e mi, kujtoni shpërndarsin e bukës. Dhe i than u drejtun babait të vet, çfarë është shpërndarsi i bukës? I than para në kohën e Benu Israilve, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ishte një njeri që e ka adhuru Allahun 70 vite. Pra, vetë një herë zbrite në qytet, i merrte gjërat e nevojshme dhe u kthente në vendin e tij të adhurimit. Izolim total një javë. Zbrite në qytet, i merrte, u kthente prap në adhurim. Një heran zbriti në qytet dhe ra pra në një mëkat, u dashurua në një vajzë dhe bëri mëkate 7 ditë. Pastaj u kthjell dhe u pendu. E kuptoi gabimin dhe u nis prap në vendin e adhurimit. Nuk kalonte hapa, vetëm se i binte Allahu subhanahu wa taala sejdë, duke kërku pendim për mëkatin e bërë. Dhe në një duke ecë i shef 12 veta priçin tek një person, priçin nga një person që t'i sillte bukën,
që për çdo ditë ja sillte, sepse ishin të varfër. Dhe u hedh në atë mes tek ato fukara. Dhe erdh personi dhe e shpërndau bukën që e kishte zakon për çdo ditë nga 12 bukë. Dhe sot u ban 13, pra, atë ditë u ban 13 veta. Dhe njëri mbeti pa bukë. Dhe u drejtu personit dhe i thanë, ku kam unë bukën? Ky tha, nuk kam diçka të re, thjesht për çdo ditë me 12 bukë, i shpërndaj. Atëheran fillon një lloj fjalosje, me këto tha, unë nuk do të jap bukë ma aty asnjëherë. Me rëndësi, ky personi që i bani Allahut mëkat, e merr bukën dhe ja gjun personit të cili mbeti pa bukë. Dhe atë natë vdekën. Atëheran Allahu subhanahu wa taala i dërgon me lajket dhe i thotë: matni adhurimin e 70 viteve, përballë 7 ditëve mëkat, 70 vite adhurim, pra ishin më pak, dhe 7 ditë mëkat e mbujtën në peshore, 7 ditë mëkat i mbujtën në peshore, 70 vite adhurim. Pastaj tha, matni pra shpërndarjen e bukës. Dhe kjo shpërndarja e bukës që ishte i sinqert për Allahun subhanahu wa taala, i mujti pra dhe thanë përshun më shumë se sa 7 ditë mëkat. Pra të nderuar vëllezër, kjo na jep të kuptoj se nuk ka vepër të vogël nëse është e sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Dhe njëkohësisht nuk ka vepër të madhe nëse nuk është e sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Kur flet Allahu subhanahu wa taala për ditën e Kiametit dhe kur do t'i peshojnë veprat, thot: "Wa nadau mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a." Thot në ditën e Kiametit, thot ne do t'i vum peshoret. El-qist, të nderuar vëllezër, do të thot drejtësi absolute. Fala tudhlamu nafsun shay'a. Atë ditë thot nuk do t'i bahet pa drejt askujt. Pra do të maten me fentogram. Pra njësi ma e vogël matse, ma e vogël se sa grami. Fela tudhlamu nafsun shay'a. Atëherën atë ditë nuk do t'i baj pa drejt askujt. Kush thot ka ba sa një grim, thot do t'a gjej. Pra të nderuar vëllezër, gjithë këto ajete, gjithë këto hadithe dhe gjithë këto tregime na japin të kuptojmë për rëndësinë e sinqeritetit. Paramendo në ditë Kiametit kur do të na ndalin veprat, do të na ekspozohen. Është një vepër që e kemi bërë 100% për Allahun subhanahu wa taala. Kjo vepër kalon dhe e gjejmë shpërblimin. Vjen një vepër që ne ndoshta jemi paraqit se e kemi bërë për Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po në brendësinë tonë kemi pas qëllime tjera. Allahu na ruajt. Ebu Hurajra, të nderuar vëllezër, e transmeton një hadith dhe thot: me 3 vetë thot do të dhezet zjarmi i xhehenemit. Kur e transmetonte këtë hadith, para se fillonte mi transmetu këtë hadith, i binte të fikt. Fillonte mi transmetu hadithin, i binte të fikt. Derisa e transmetoi hadithin dhe tha: "Thalatha awwal man tusairu bihi an-nar." Me 3 do të dhezet zjarmi i xhehenemit. Shumë hadithi frikshëm. Me cilët? Me njeriun i cili dha. Dhe para Allahut subhanahu wa taala tha: "Un vash." Tha: "Po gënjen. Ke dhanë që të thuhet për ty që je dhanës." Me dëshmorin, Allahu subhanahu wa taala do ta paraqes në ditë Kiametit dhe do të thonë: "O Allah", do t'i thotë: "Unë e japa gjën më të shtrenjtë, jetën për ty." Tha: "Po rren." Tha: "Po gënjen." Tha: "E dhave", tha, "që të jesh", tha, "që të thuhet për ty je trim." Dhe e treta thot, me dietarin, me hoxhën, me lexuesin e Kur'anit: "O Allah, unë mësova, lexova dhe kështu me radhë, vetëm për hir tënde, ke dhept, po gënjen, ti gjithë këto i ke bë që të thuhet ti je njeri i ditur, ti je njeri i mençur e kështu me radhë." Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala nuk ka shumë nevojë për veprat tona.
Allahu subhanahu wa taala jo nuk ka shumë, po nuk ka nevojë hiç. Mirë po Allahu subhanahu wa taala don që atë vepër që ta bëm të jena të sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Të parë tanë të nderuar vëllezër, nëse dojshin me vepru një vepër unalshin, e shikojshin, a është 100% e sinqert për Allahun subhanahu wa taala, fillojshin dhe e kryshin. Nëse nuk është për Allahun subhanahu wa taala dhe kaj për këta edhe për interesa tjera, unalshin derisa e përmirësojshin niyetin dhe qëllimin që të jetë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra të nderuar vëllezër, Islami, kjo fe, është aq madhështore, sa që njeriu edhe nëse në formën e jashtme duket se nuk është duke kry adhurim, mirë po nëse është i sinqert, kjo është adhurim dhe llogaritet a thu se është i adhuru Allahu subhanahu wa taala. Sepse të nderuar vëllezër, Islami nuk kërkon që njeriu vetë të qëndrojë në xhami, apo vetë të lexojë Kur'an 24 orë kështu me radhë. Jo, kërkon, thot Allahu, veproni. Mirë po, jo çdo gjë të veproni. Jo të veproni punë të liga, jo të veproni punë të shëmtuara, sepse Allahu i shikon veprat. Pejgamberit e ekspozohen dhe besimtarët të shikojnë. Kaloi një njeri i fuqishëm tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njeri me fuqi të mëdha. Dhe sahabët, pra njeri energjik. Dhe sahabët i thanë pejgamberit, ja Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah. O i dërguari i Allahut, me det këtë energji, këtë potencial, ta kishte dhënë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, in kana kharaja yas'a fi waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Nëse ky person ka dalë që të fitoj bukën dhe t'ia sjell fëmijëve të tij të vegjël, thot, ky është në rrugt të Allahut. Në formën e jashtme ky njeri është duke punu. Mirë po nëse qëllimi i tij është që të sjell riskun dhe furnizimin për tek shtëpia, thot ky njeri thot është në rrugt të Allahut. In kana kharaja yas'a fi abawayn shaykhayn kabirayn fa huwa fi sabilillah. Nëse ky person ka dalë thot që të kujdeset për prind e tij të moshuar, fa huwa fi sabilillah. In kana kharaja yas'a ya'ifuha nafsuhu fa huwa fi sabilillah. Nëse ky person ka dalë që ta ruajnë derin e vet, që mos të mbahet ngarkesi askujt dhe kështu me radhë, thot ky është në rrugt të Allahut. Mirë po edhe e kundërta, nëse ka dalë ria'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili shejtan. Mirë, dhe nëse ka dalë dhe qëllimi i tij mbledhjes pastorisë dhe kështu me radhë është vetëm u krenu për sy faqësi dhe kështu me radhë, thot ky është në rrugë të shejtanit. Pra të nderuar vëllezër, shumë njerëz i dëgjojmë nëse i bën dikujt mirë dhe ai nuk ja kthen me të mirën, dëshpërohet. Unë kam bërë për këtë, ky s'ma diti, ky kështu dhe ky ashtu. Sinqeriteti është ajo gjë që është një lloj balzamit që njeriu kur nuk e lën mu dëshpëru. Asesi, kur 70 vite jeton, nëse çdo herë është i sinqert dhe vepra që i bën për Allahun subhanahu wa taala, nuk pret prej njerëzve shpërblim, nuk pret prej njerëzve falënderim, kur nuk dëshpërohet. Kur njerëz dëshpërohen dhe i godet dëshpërimi, kur mundohet me një vepër edhe pak për Allah, pak për njerëz nuk ja kthejnë mirë, ky dëshpërohet, e lën veprën dhe kështu me radhë. Mu për këtë të nderuar vëllezër, sinqeriteti është e vetmja gjë dhe e vetmja garancë që nuk Allah është një lloj depozite që do ta gjesh në ditë më të vështira. Dhe ajo ditë është kur të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Pra kur e lexojmë ajetin, kul ya'malu, thuaj punoni, veproni se Allahu pra i sheh veprat e jona, nuk e ka për qëllim pra me punu, sepse njeriu instinktivisht punon. Siç thash, ka njerëz shumë punojnë që duhesh mi thon po shoh se je duke u lodh. Pra shumë je duke punu. Mirë po, vazhdon ajeti dhe thot, Allahu e shef punën. Pra punën që e bën, sa do e vogël që është, ta bën për Allahun. Të jemi të sinqert në atë punë. Mos presim prej njerëzve shpërblim. Nëse ta kthejnë, elhamdulillah, me të mirë. Nëse jo, ne e dim se e kena bën një vepër, e kemi bën për Allahun subhanahu wa taala dhe për Allahut pra presim shpërblim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu.